Ngërçi institucional në Kosovë po zgjatet gjithnjë më shumë. Pa marrëveshje ndërmjet partive politike, konstituimi i kuvendit mbetet peng i interesave të ngushta partijake. Situata ka krijuar një vakuum të rrezikshëm institucional që po pengon funksionimin normal të shtetit. Pa marrë parasysh që po flitet se vendimi gjithsesi aktgjykimi i gjykatës kushtetuese vitit 2014 e ka parapas, sepse është e ligjshme të parashifet dhe është kushtetuese. Format e votimit dhe demokratike janë pro, kundër dhe abstenim. Megjithatë, kjo është dashur të bëhet në fillim. Profesori Baraliu thekson se palët politike duhet të lënë mënjan interesat partijake dhe të unifikojnë qëndrimet për të mundësuar konsolidimin e institucioneve të reja. Po të bashkëpunonin, po të mirëkuptonin peshën dhe rëndësinë e përgjegjësive që kanë marrë nga votuesit, nga sovrani, dhe peshën dhe rëndësinë në momentit që kemi tani, momenti është jashtëzakonisht delikat, edhe në planin vendor, kombëtar, lokal, edhe në atë ndërkombëtar do duhet bashkoheshin këto, s'kan nevojë për listën serbe. Baraliu ngriti shqetësime edhe për mënyrën si lista serbe ka fituar mandatet e saj në zgjedhjet e fundit. Është teledirigjuar nga Beogradi, është instrumentalizuar nga ndej, madje edhe mund të flitet për legalitetin dhe legitimitetin e procesit atje, se si ka ardhur, është thënë nga vëzhguesit ndërkombëtar në këto zgjedhje të fundit që ka pasur manipulime, shantazhe, friksime, presione. Sipas Baraliut, vazhdimi i kësaj situate mund të sjellë pasoja serioze për Kosovën, përfshir humbje të fondeve milionshë dhe pengesë në vendimmarrjen shtetërore. Ka humbje tjera strategjike në kuptimin e ballafaqimit të qeverisë së ardhshme me kërkesat, po edhe besa rreziqet dhe shantazhet që mund bëhen nga jashtë, po edhe me vendimet që duhet merren brenda shtetit, projekte të ndryshme, procese të ndryshme. Shihni shtesat e dy kategorive më të ndihshme, më të rëndësishme, më kontributdhënëse, siç janë ushtria dhe policia e Kosovës, nuk i kanë marrë njerëzit edhe me vite, po me muj të tëra. Pra, çka do të thotë kjo? Pikërisht ky ngërç, kjo vonesë, kjo blokadë që është bërë shkakton këtë. Për aq kohë sa partitë politike nuk gjejnë gjuhën e përbashkët, vendi mbetet në një krizë që rrezikon jo vetëm funksionalitetin institucional, por edhe besimin e qytetarëve në proceset demokratike.